Deputetët e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike nisën punën edhe në 3 komisione të reja parlamentare të cilat nuk i konstituan të martën. Mirëdita gjithëve. Në çështjen e brendshme, Partia Demokratike solli në vëmendje raportin e Dash për Shqipërinë duke akuzuar qeverinë Rama. Dhe besoj dhe shpresoj që ky komision të mblidhet sa më shpesh sepse e kërkon vetë situata dramatike ku ndodhet vendi në këtë aspekt. Në opozitë Erald Kapri kërkoi dhe një interpelancë me ministren e brendshme Albana Koçiu. Mund të propozojmë që në 3 javët e ardhshme është tepër e rëndësishme për Komisionin e Sigurisë të ketë disa raportime. Mendoj se Ministria e Brendshme duhet paraqitet për një raportim mbi situatën e kriminalitetit në Shqipëri, por dhe mbi objektivat e saj. Për mazhorancën, siguria kombëtare mbetet prioritet, ndërsa akuzoi opozitën për dezinformim. Kemi mision tjetër, ndaj s'duhet i shtremojmë dhe dezinformojmë, siç bëhet në vjushmëri për disa ngjarje. Replika u shkëmbyen edhe në Komisionin për Edukimin, ku javën e ardhshme do të raportojë Ministri i Arsimit. Kemi menduar në pas propozimeve që të bëjmë një seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit për masat e marra për fillimin e vitit të ri shkollor për sistemin e arsimit parauniversitar. E njëjta procedurë ndodh dhe në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën. Nëse jemi dakord, votojmë draft kalendare. Jemi gjithë dakord, miratohet me konsensus. E-Intja do të shënojë përfundimin e procedurës në Komisionin për Nismat Qytetare. E mëtej diskutimet do të vijojnë me projekt ligje dhe raportimet e 14 drejtuesve të institucioneve.